Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetet e ditës për sot, ku edhe sot do të flasim për temat të cilat janë, besoj, të dobishme, tema të bukura që kanë të bëjnë me aktualitetin. Sot do të ndalemi në dy veprimtar të cilët, pra shqiptar, të cilët jetojnë dhe veprojnë në mërgim, konkretisht në Danimarkë dhe në Zvicër, dhe do flasim për veprimtarinë e tyre, për karrierën që kanë ndërtuar atje dhe njëkohësisht për shqiptarët edhe në mërgim. Derdhe kënaqësi që sot në studion ton nga Danimarka të kemi Ixhet Lutfiun. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që na keni nderuar dhe Merxhan Jakupin. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Faleminderit juve. Kënaqësi shumë e madhe që na keni nderuar. Unë fillimisht do të dëshiroja të filloja me juve, zoti Ixhet, për të folur pak a shumë për veprimtarinë tuaj, duke u ndalur fillimisht në koleksionin tuaj me titull Shqiptarët në literaturën daneze. Është libri më i vjetër i këtij koleksioni, pra konkretisht plot 287 vite. Për të folur sigurisht edhe për veprimtarinë tuaj në Danimarkë, po e fillojmë me këtë koleksion. Po, të them të drejtën, ka parafërsisht 30 vite që kanë filluar të mbledh librat, të cilat kanë të bëjnë me shqiptarët, por të shkruar nga autor danez. Fillimisht ka qenë pak si vështirë, po me kalimin e kohës, do të thotë duke vizituar shumë vende ku shiten, do të thotë shumë vende ku shiten libra të përdorur edhe gjëra të tjera, kam arritur t'i gjej faktikisht të gjitha librat që janë të shkruar nga danezët, që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ju e cekët librin më të vjetër, 287 vite. Librin e ka shkruar babai i literaturës daneze, Ludvig Holberg, dhe ky libër pjesërisht ka të bëjë për Skënderbeun. Është tepër interesante që unë e kam gjetur botimin e parë të atij libri dhe do të kam sot e kësaj dite në Danimarkë. Dhe doja të ceki se ka pasur faza të ndryshme kur është shkruar për shqiptarët, për shembull vitet 1870-90 është ka pasur albanolog danes, Holger Pedersen, i cili ka qëndruar në Çamori dhe ka qëndruar në disa pjesë të Shqipërisë, dhe ai ka bërë punë jashtëzakonisht të madhe, ka shkruar librin si Asnjëri si gjuhës shqipe, pastaj ka shkruar librin për prallat shqiptare, ka shkruar për këngë të ndryshme, pastaj do të thotë ka bërë një fjalor dhe edhe shumë gjëra të tjera. Bile në vitin 2012, nëse nuk gaboj, janë lëshuar në qarkullim edhe pulla postare. Ka patur edhe albanolog të tjerë që më vonë kanë ardhur, por do të thotë Holger Pedersen ka qenë më inspiratori në këtë drejtim. Më pastaj kemi një grup të madh të shkrimtarëve, të cilët kanë qenë pak a shumë të orientuar, pak si majtistë të orientuar, sepse Shqipëria ka patur edhe parti si motor në Danimarkë, dhe shumë libra janë përkthyer, dhe shumë libra do të thotë janë shkruar për Shqipërinë në atë periudhë, bëhet fjalë pra për periudhën komuniste. Dhe në ndërkohë kemi edhe të përkthyera romane nga gjuha shqipe, për shembull 9 romane të poetit ton të madh me renome botërore Ismail Kadare janë të përkthyer në gjuhën daneze, po ashtu kemi edhe libra të përkthyer të Dritur Agollit. Dhe me kalimin e kohës pastaj kemi tema të ndryshme që janë trajtuar. Po unë doja të shtoj se nuk kam tubuar vetëm libra, por kam gjetur edhe materiale për gazeta, kam gjetur edhe për shembull edhe piktura të cilat janë dedikuar në një farë mënyrë shqiptarëve. Kështu që është një koleksion jashtëzakonisht i madh dhe kam patur dëshirë që të paktën të nxis shqiptarët që jetojnë nëpër vende tjera në diasporë që ta bëjnë të njëjtën. Megjithatë, mund të flasim pak edhe për veprimtarinë tuaj. Ju keni studiuar në Kopenhagë, në Universitetin e Kopenhagës, apo jo? Po, unë kam studiuar shkencat e filmit dhe të medias dhe kam studiuar për minoritetet, do të thotë studimet minoritare. Me që unë kam qenë i angazhuar nga viti 1991 në Radio Zërin e Kosovës në Danimarkë, që hyn në grupin e radiove të para lokale në shtetin danes, dhe është themeluar në datë 20 gusht të vitit 1989, dhe siç thash ka qenë jo vetëm e para, por ka qenë edhe burim një kohë të gjatë, kur ka patur, siç e dim ne, do të thotë mediat u mbyllën në Kosovë, sistemi i instaluar sërb do të thotë i mbylli gjitha mediat, dhe ne kemi
funksionuar një kohë të gjatë si media që do të thotë i jep lajme mediave të ndryshme daneze. Burimi vetëm kemi qenë thuajse në atë kohë dhe kemi patur me të vërtet kontakte të mira në për gjithë Kosovën, po edhe këtu te nëna Maqedoni. Dhe kemi funksionuar shumë gjatë, më vonë kemi hapur edhe televizionin dhe kemi vazhduar ashtu. Po, shumë bukur. Zoti Merxhan, të flasim pak edhe me juve në lidhje me organizimin e shqiptarëve në Will të Zvicrës, ku jetojnë pra shumë shqiptarë nga Tetova dhe rrethina. Si keni bërë këto organizime me shqiptarët atje? Po, ju përshëndes për të parë. Është shembull mërgata shqiptare, siç thamë, në Perëndim, mendoj që Zvicra është një vulkan. Mendoj ti nuk ka statistikë kështu, po thua se mbi 350.000 shqiptarë ka, duke prezdi pari, i dyti dhe i treti. Ata tash kjo pjesë e mërgatës, mendoj tash prezdi pari, si dihet, ata kanë shkuar viteve në fillim 67, 70, 80, pastaj 90, pjesa më e madhe kanë punuar vetë pa familje. Pas fillimit të shpërbërjes së Federatës Jugoslave, që ishte edhe lufta, pastaj ata sollën dhe familjet e tyre, unë do të shkoj tek ata sepse shqiptarët si komunitet, dhe me thënë në periudën e Jugosllavisë ishim ne Jugoslav, dhe më kujtohet, mendoj që ishim konsideroshëm Jugoslavë, dhe shqiptarët ishin komunitet i përbashkët, po ishim, me thënë, do shta kemi qenë 20-30.000, pastaj 90-ën, viteve 90, edhe se shqiptarët kishin me krasi me komunitetin me këto, po slavët, mendoj, kishin në aktivitet më të lartë, me sjelljen e familjeve, ata shembull u rrit edhe, me thënë, edhe ajo, mendoj, me thënë, numri shqiptarëve, ata mendoj tek shqiptarë si familje tradicionale, martesat ishin në lidhje me të njëjtin komunitet, shembull nga Vendindja, edhe ata, me thënë, një familje që kishte 5 fëmijë, me thënë edhe 5 i sillte 10. Ishte, mendoj që fillimi pastaj filloi ajo në viteve 90 ishte shembull luftat, ishte, me thënë, vërshimi ishte masiv i refugjati nga Shqipëria, Kosova, edhe shqiptarët morën një imazh shumë të zbetë, shumë keq. Kështu që, kam thënë ati polici i komunës më tha, zotni Merxhani tha, tha sa të ri shqiptar ka, thash, po, jo tha ka mbi 5500. Unë kisha jo se dësha ta justifikoj për njësha situatën, i thash do të 20, thash situata është e tillë, ashtu pra, po ju keni pas një situatë viteve 50 gjithë nga italianët, të cilët dhe me thënë ata, po, tha që ashtu. E tash, unë në vi plasë për mërgatën, unë me thënë viteve 80 kam shkuar, pastaj kam sjellë familjen, atyje, kjo pjesa jonë që imi, këtë mos, kjo pjesa, mendoj, ka tundet të Malësisë Shari Trevat, ta kanë qenë, pasi unë jam, nuk kam dinur dhe shalë, po jam me thënë me vëgjin nga e shala, aty shembull kanë shkuar me thënë viteve 70-80, janë shumë kompakt. Në thotë se është një kontrast, po është një rast i rallë, ku shembull një komitet i një katunit shkon me një qytesh, edhe ati, të sot ka me 100 familje, ati dhe me thënë koncentrohen ose në një qytet, ose në rrethim, edhe unë aty jam, kështu që si mërgjimtar, shembull, nëse flasim shembull, se gjenerat e bezdipare, shembull, kanë pasë të vojtje për i pecijat e punët të shqiptarët tjetë. Në sjelljen e familjeve, ta shembull, prezdi i ditë, shembull, edhe i treti tash, me thënë, kanë statut të ryshe, ata kanë lindë një pjesë e kanash, si në fëmiri, janë, me thënë, kanë vazhduar shkollat e larta, janë të integrinuar, me thënë, edhe në biznese, kemi, me thënë, prezdi i ditë me master, me titull, me thënë doktor, kemi inxhinier, kemi gjithë atë. Dhe sot Veshala, mendoj Veshala,
ka mbet ndarë në 3 komunitete, është shprazur. Tash pjesë, ajo veshalla që është autoktone, ka mbet disa familje. Para 2 vite u mbyllë edhe shkolla, kështu që janë ndarë në 3 komunitete. Unë kam shkruar kam në botim tash me një vepër, veshalla kujtimet dhe projetimet, aty kam përmbledhur gjithat historikun. Kështu që tash kjo se janë të ndarë, veshalla është ndarë në 3 komunitete, një pjesë në ai që kanë mbet autoktonë, ata do të thënë edhe ata kanë mbet fundin ndoshta do të shpërngulën. Është popullizuar, kanë mbet shpërazet. Jo vetëm ky fenomen nuk është vetëm në metodin Katuni, por të shumica e tash kemi veshallën shembull këtu në komunitet i madh, këtu në Tetov, kemi në Gjermani edhe sidomos është një veshallë e vogël është në qytetin Vilnë. Sigurisht pastaj do flasim edhe për veprimtarinë tuaj edhe për botimet, por dua të ndërlidhem edhe pak me zotri Lutfi për të folur për një tjetër koleksion apo literaturë daneze në cilën keni shkruar artistët shqiptar me renome botërore. Në këtë koleksion janë përfshirë artistë si Aleksandër Mojsiu, Bekim Femiu, Blerim Destani, Eliza Dushku e kështu me radha. Mund ta flisni pak më gjerësisht për këtë literaturë apo për këtë koleksion danez? Po. Këtë koleksion faktikisht e kam filluar para 10 viteve, do thoja, 15 vite ndoshta. Ka qenë ajo ideja që një ditë kur të kthehem këtu, për shembull, me ato studimet filmit dhe me atë përvojë që kam që të kontribuoj. Unë e di se ka një festival filmi në Tetov, por do të thotë kam menduar që ne në të ardhmen të mundohemi të bëjmë një muze mobilar. Në fakt, kur të jetë koha e festivalit filmit, të shfaqen edhe ato të gjitha gjësendet që i kam. Faktikisht është tepër interesante se unë kam arritur të bëj parafërsisht 15 pllaka gramafoni, shellak pllaka gramafoni, që janë shumë të kështu të trashët në formë metali, dhe aty është zëri, do të thotë zëri dëgjohet zëri Aleksandër Mojsiut, kur reciton, këndon e kështu me radhë. Pastaj kam libra që janë shkruar parafësisht 13 libra për Aleksandër Mojsiu, unë parafësisht kam 10 më duket se, dhe kam kështu postera filmave, kam pastaj kam gazeta që kanë shkruar në atë kohë, dhe është interesante se Aleksandër Mojsiu për shembull ka qenë në Danimark disa herë, ka patur edhe një dashnore atje, por në vitin 1922 kur ka qenë teatrin mbretëror, ka mbajtur shfaqje për 3 javë dhe gazetat kanë shkruar atëherë se i bëri të qau dhe të qeshin publikun në të njëjtën kohë. Dhe më vonë faktikisht kam menduar pse mos e zgjeroj këtë koleksion, dhe kam filluar të gjej filma dhe postera filmi shumë të mëdhenj për Bekim Femiun, për shembull gazeta që kanë shkruar, një artist i mrekullueshëm në kohën e vete. Po ashtu, siç e dim, filmi Mbledhësit e Puplave në vitin 1967 e mori Palmën e Artë, e fitoi Palmën e Artë në Cannes, në festivalin e filmit në Cannes, dhe më pastaj mori pjesë edhe si film për çmimin Oscar në kategorinë e filmave më të mirë, do të thotë nga jashtë. Dhe ajo pastaj u zgjerua edhe më shumë me Vllezrit Belushi dhe do të thotë arritëm deri tek këto artistët më të rinj, pra siç janë Eliza Dushku, Berim Destani i mrekullueshëm, me që jemi nga njëjti vend këtu dhe pa marrë parasysh se disa role kanë qenë pak minore me yjet e mëdha botërore, por duhet të jemi krenar sa i ka aktruar me John Travolta, me Morgan Freeman, me Robert De Niro, edhe shumë të tjerë. Po tani do të çeki se është edhe një tetovar që jeton në Danimark, Besit Zeqiri, i cili është jashtëzakonisht i suksesshëm. Filmi i tij vitin e kaluar ka konkuruar për çmimin Oscar për film, do të thotë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Artisti mrekullueshëm në çdo aspekt. Për momentin është në Afrikën Jugore duke xhiruar filma të tjerë. Danezët me të vërtetë e duan shumë. Dhe takohemi nga njerë, bisedojmë, konsultohemi sa përket filmit, si që bëjmë, si të ndihmojmë filmin shqiptar, por edhe festivalin e filmit në Tetov. Dhe është një kënaqësi e madhe, pra po shpresoj ajo ëndra do realizohet një ditë që
ti sjelli të gjitha ato punime këtu, me që disa nga posterat e filmit të Bekim Femiut janë faktikisht 2 metra të mëdhenj, 2 kështu për zgjatit dhe për zgjërje, bëhet fjalë pra për 4 metër katror, prafersisht, dhe materialet të shumta, do të na duhet faktikisht një hapësirë shumë e madhe që ti shfaqim të gjitha. Jam shumë krenar që i kam mbledhur. Ka kushtuar sigurisht kohë dhe mund, por është bërë një gjë e tillë. Ka patur iniciativa që atë pjesën që i kam, do të thotë të gjitha materialet që i kam për Bekim Femiun, me që disa nuk gjenden më, kam gazeta nga vitet e 67, 70, që ato gazeta vështirë se mund t'i gjej dikush. Kam patur faktikisht një ofertë që në Prishtinë të hapej muzeu për Bekim Femiun, dhe unë t'i marr ato materiale t'i dërgoj atje, po unë kam preferuar më shumë që Tetova të ketë një reputacion filmi, me që jo çdoherë duhet kryeqytetet të favorizohen, po duhet edhe qytetet pak më të vogla do të favorizohen. Dhe shpresoj se në të ardhmen do të kemi mundësinë që t'i sjellim dhe t'i shohim të gjitha. Do të ishte sigurisht më e mirë, edhe këtu dua edhe natyrisht t'i bëj apel të gjithë atyre që merren me festivalin e filmit në Tetovë, që do të thotë mund t'i sjellim punimet dhe mund t'i shfaqim, që do ta bënte edhe vetë festivalin e filmit më interesant. Megjithatë dua të ndalem edhe në një tjetër film dokumentar, Rënjët shqiptare dhe U danes. Në fakt kujt i kushtohet ky film dokumentar? Unë kam bërë shumë filma dokumentar. Një ndër ta është edhe filmi dokumentar Rënjët shqiptare dhe U danes. Aty kam përfshirë shqiptarët që jetojnë në Danimark, nga viti 1965 e këndej. Është tepër interesante se filmi është shfaqur në institutin më të lartë të filmit në Danimark, Dance Film Institute, që është bërë dhe premiera, dhe po ashtu ka marrë edhe çmimin si dokumentari më i mirë për diasporë në vitin 2018 nga Ministria e Diasporës në Republikën e Kosovës. Pra filmi është thjesht shqiptarët e Danimarkës, kontributi i tyre ndaj vendlindjes, por edhe kontributi i danezëve ndaj çështjes shqiptare, të gjitha janë të përfshira në atë film. Është përkthyer më vonë edhe në gjuhën daneze, dhe na është bërë ditur se është filmi i parë që kanë bërë ndonjë komunitet për vetveten në shtetin danes. Askush nuk pas ka bërë më herët film për vetveten. Unë kam patur fatin se duke punuar në Radio Zërin e Kosovës, që ti mbledh materialet, dhe kam patur një prirje interesante, asnjëherë nuk i kam hedhur gjërat, sa çdo herë i kam mbajtur diku në podrum. Në arkiv. Po, dhe në arkiv edhe me kalimin e kohës kam digitalizuar shumë gjëra, dhe kështu që arrita ta bëj një film. Ka, për fatin tonë të keq, shumë pak filma ka dokumentar që shqiptarët kanë bërë në diasporë. Një film pak a shumë i shkurt është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një në Suedi, ndërkaq për fat të keq, edhe pse Zvicra ka 350.000 shqiptarë, siç se Kumerxhani më herët, por ata akoma nuk kanë arritur të bëjnë një film dokumentar për vetveten. Po në film dokumentar ka me të vërtet shumë gjëra interesante, janë të përfshira parafrasisht 42 temat të lloj-llojshme. Janë faza të ndryshme, shqiptarët kanë ardhur atje në fillim, kanë punuar punët që kanë mundur t'i gjejnë, do të thotë punët më të rënda. Sot ne kemi atje kuzhinerin më të mirë në botë, njeriu i cili është mësuar të gatuaj në gjepçisht, dhe sot 5 restorani i tij është më i miri në botë me 3 yje Michelin. Kjo është një arritje jashtëzakonshme. Ai ka marrë konceptin nga këtu, faktikisht ka pa hallën e vete se kur ka gatuar ajo më vonë, pasi është përfunduar do të thotë gatimi, ajo ka shkuar në Bafqë dhe ka marrë diçka domate kështu gjëra dhe ka bërë një sallatë, dhe të njëjtin koncept e ka bërë edhe në Danimark. Do të thotë këtu e ka restoranin, ndoshta përpara është një vend shumë i madh, një fushë e madhe ku ka të mbjellura shumë gjëra. Mos flasim për futbollistë dhe të rinj që shkollohen çdo ditë dhe diplomojnë në për universitetet me renome botërore, ne CECOM Universitetin e Kopenhagës, por edhe Copenhagen Business School janë të njohura në botë, çdo herë janë në grupin e 50 universiteteve më të mira të botës. Dhe dua të them se sukseset e shqiptarëve nuk mungojnë dhe vazhdojnë me këtë ritëm. Dhe shpresoj që shqiptarët edhe më shumë të jenë të suksesshëm, jo vetëm në Danimark, por edhe në gjithë botën. Të flasim pak edhe për veprimtarinë tuaj, për librat dhe botimet e juaja, duke filluar nga libri Çaushi, Medalioni politik, Dioptria politike në Ballkan, dhe sigurisht së shpejti të presim edhe librin tuaj të katërt. Të flasim pak për veprimtarinë tuaj. Unë, shembull, kam filluar edhe më parë, kam pas pasion, në vëllëzimin e atë. Kam filluar, me thënë që më shumë se një dekadë me thënë
me shkritë, kështu kolumna, dhe lloj-lloj, edhe tash jam dhe me thënë, nuk them kolumnist, po jam dhe me thënë i rregull bota sot disa portale edhe në Shqipëri, edhe kështu që vazhdoj të shkruaj, tash shkrimet e mia ndoshta jam kështu, nuk kam marrua shkollë të lartë, por jam autodidaktik, si them. Edhe vazhdoj, kam pasion, vazhdoj të shkruaj, edhe kështu edhe me thënë, pastaj edhe kam ndërmend edhe si them sa me zoti shëndet kam, do të vazhdoj, sigurisht kam temat me të sociale, kam lloj-lloj, siç e din, dhe tash kam me thënë librin e tash me thënë para botimit e kam që do të manifestimi që të mbahet, pasi Katuni Veshall, mendoj Mergata, mban 2 manifestime, me thënë një manifestim, me thënë pushimin e verës, këtu në Katunt, me moton, me thënë, votë rajona bashkon, edhe, me thënë, edhe në festet e nëndorët. Unë kam pas shkrimet, se i përket shembull, lloj-lloj zhanre, mirë, por kam pas edhe kam shkruar për malësin, për rritet, dashmat, mortin, kam shkruar me thënë edhe për Katunin, pastaj ata i kam përmbledh më herët, edhe më lindi ideja që ashtu lindi ideja dhe me thënë ta bëj një vepër, mos jetë, nuk është vepra në libër, nuk është as monografi, as historia, edhe është me thënë titullin e ka, me thënë Veshalla, kujtime dhe edhe me thënë për jetimet e mia. Këtu do shta do të flas pak për... Unë kam, dhe me thënë, është një opus i gjerë, kam fillu, dhe me thënë, nga Perëndori Osmane, dhe thënë, së të mos ato shembull një pjesë dhe me thënë, e banorëve të Malësisë së Sharit, të cilët janë rekrutuar në ushtërinë Osmane, si janë një pjesë kanë mbetë në për istikamet e tokave Osmane, një pjesë janë kthyer disa me grada, si kemi ne të shqiptarë kanë bërë histori duke filluar nga gradat e ulët deri në vezir, kam pas Katuni shembull, edhe unë kam përshkruar me thënë ata të fundit viteve pas shpërbërjes Perëndorit Osmane, ka pas janë kthyer edhe me grada Çaush, pastaj kam pas edhe romanin Çaushin. Pastaj kaloj me thënë në periudhën luftës ballkanike, Katuni është djegur 2 herë nga forcat serbe, 1912-13, edhe filloi edhe me personazhe, edhe me thënë kështu, mendoj pa jo periudha, me thënë afër 2 dekada, regjimi serb instalon shembull atë për ta kontrolluar, instalon gjithë trojën shqiptare, fillon edhe instalon me thënë atë zhandarmarinë për të kontrolluar, kam me thënë është një xhandar serb Kukeci që është i famkeq, pastaj ka pas edhe shkollat kanë qenë gjuhën serbe, kam me daskalin që e kam publikuar, kam personazhe të cilët janë kthyer veteranët, pastaj kaloj në me thënë periudhën e luftës së dytë botërore, te Katuni ka dhënë disa, është një plak për kujtimore, mirë, po tash ka marrë konotacion ndryshëm, pasi një pjesë mbetën të vrarë në Shtrem, një pjesë erdhen ishin edhe këtu në Tivar, tjetë. Kështu me radhë fillon, pastaj unë dalë deri këtu, 3 dekadat me thënë e shqiptarëve, me thënë përfshi edhe treva të Marxisë, me thënë nuk ishte dallim shumë nga mbretënia Jugosllavia Federale, dhe pse pak fituar mirë, po mbeten ata qashtu. Fillon viteve 70, me thënë kjo ishte shqiptarë punonin në për punë brenda bujqësi, ose punonin në për ishte Republika Jugoslave punë, Hamalli ose Sharaxhiat e këtë, ata statuti i tyre u përmirësua me daljen në perëndim viteve 70. Kështu që pastaj filloi kam një pjesë Mërgatës, do të them se libri është me thënë si ato gurë që mlidhen, e bën një mozaik, kështu përfshin, Mërgatën e përfshin, pasi u jam pjesë e Mërgatës, e njoh shpirtin. Kam edhe personazhe, kam shkruar jetën e Mërgatës, deri në fund kem shembull ku dolëm deri në fund dhe kam ku Katuni e thënë është shprazur.
veshallësit janë darë ose veshalla në 3 pjesë, në 3 komunitete. Kanë tash pjesa ime Brezim që kanë shkuar viteve 60-70, një pjesë kanë ikur nga kjo botë, një pjesë jam plakur. Kam shkruar edhe për ata ajo tragjizmin më i madh është pa marrë parasysh se ata ata një pjesë kthehen arkivole ose kthehen të smuar, të zhgënjyer, të frustruar. Dhe kam atë pse kam shkruar me një shkrim, kthehet si Shqiponja që fluturon në vetmi pa zogjet e saj. Kthehet pa fëmijët, pa nipat, pa storipat. Kthehet dhe të pushoj në jetën e mësueshme tek varet e prindve të tyre. Unë i takoj asaj gjenerate, një pjesë shembull shoh mi kthehen këtu tash shembull kthehen din këtu, shkojnë, kalojnë të pjesën e jetës që kam bet. Edhe është fenomen, do të thënë ajo narrativa është tash brezi i dytë edhe i treti që janë me thënë më aktiv edhe që janë atje. Ata me thënë janë plasë edhe për gjithë Margatën shqiptare, brezi i parë, i dyti, i treti, me thënë ato janë me thënë në shtetin janë shembull me regji shqiptare, tash nuk dihet se ka njerë unë shembull kam pas një mik edhe nuk unë i thash kështu është që ne kemi imazhe shqiptarëve, shembull është sidomos çdo herë me thënë ne shqiptarët kemi pas mendoj në perandori kemi pas me thënë figura personalitete, po them shembull duke filluar nga me thënë Mehmet Pasha ose shembull kemi Nën Terezë, mirë po ata nuk duhet ne të krenohemi mirë, ajo është një reputacion, është një me thënë kredibilitet është për shqiptarët që në perëndim, mirë po ata nuk janë derivat i ne shembull kemi, ne mburemi që kemi me thënë në Zvicër, në perëndim kemi personalitete si përmendi edhe zoti i Gjeti, ose në Zvicër kemi sportin, shembull, sidomos Gjakun, kemi Gjerdan Shaqirin, kemi edhe artistë edhe. Mirë po tash a jemi të flasë të mirë është, po dhe me thënë ato të t'ishte mirë t'ishin në vendindjen, kupton. Edhe dhash të Zoti inshallah që nesër shembull që ato që janë, me thënë kjo pjesa të kthehen se të kontribuojnë për këtë vendimin tonë. Të flasim edhe pak për dokumentarët e tjerë të realizuar nga ana juaj, ku e përmendet dhe ju pak më herët që 30 vite keni punuar si gazetar dhe udhëheqës në radion dhe televizionin Zëri i Kosovës. Të flasim pak edhe për këtë përvojë si gazetar. Po, një përvojë jashtëzakonshme. Unë kam hyrë rastësisht aty, faktikisht doja një vend ku mund të kontribuoj për çështjen kombëtare, por edhe të jem kreativ. Njëkohësisht. Dhe ishte vendi më i mirë, më ideal për të qenë i tillë. Dhe më pastaj fillova të mendoj se do të ishte mirë që të studioj mediat, që të bëj gjërat në nivel pak më profesional. Normalisht koha ka qenë krejtësisht më tjetër, do të thotë janë trajtuar çështje më ndryshe. Deri kjo kështu ka vazhduar dhe më shumë evidente ka qenë politika, sigurisht historia jonë e kështu me radhë. Ndërkaq pas luftës, atëherë ne vendosëm që të merremi më shumë me aktivitete kulturore dhe kemi bërë disa herë ditë kulturore, pastaj organizime të shumta që kanë të bëjnë si me 8 marsi, 28 nëntori dhe gjëra do thotë që janë më interesante. Edhe në ndërkohë mendova se do të ishte më mirë që të bëj diçka që edhe të tjerët ta shohin, sidomos danezët. Për shembull, filmat dokumentar janë të preferuar shumë në botë, tani më është bërë edhe traditë që në perëndim filmat dokumentar të shfaqen edhe në kinema, jo vetëm në televizione, siç ka qenë traditë deri tani. Dhe kjo sigurisht se më ka detyruar që të bëj. Unë kam bërë faktikisht shumë filma dokumentare edhe për televizionet daneze, por edhe do të thotë për publikun shqiptar. Do të veçoja sigurisht performatorin Shult Mehmet, se pastaj kam bërë një film për një jurist dhe filozof danes,
që ka qenë ish ushtari i ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka qenë mina pastrues dhe më vonë ka qenë edhe aktivist në Partinë e Gjelbër të Kosovës. Filmin e kemi përkryer edhe danezisht edhe anglisht. Aktivisti i Gjelbër, apo? Aktivisti i Gjelbër, po. Bëhet fjalë për Nils Henrik Hue. Ai ka shkruar edhe librin Kosova, 800 faqe parafrasisht, sot përjetimet e tij në Kosovë. Pastaj para 2 viteve, vitin e kaluar, e kam përfunduar filmin dokumentar kushtuar pianistës së parë profesioniste shqiptare, Lola Aleksi Gjoka. Unë e kam këtu, kam sjell juve bile edhe një CD. Kjo CD është xhiruar në Danimark, në kishën e Virumit. Akustika është më e mirë aty. Dhe në fakt këtë ka bërë një shqiptare me burrin e saj danes. Janë 48 këngë popullore, por të kombinuara me muzikë klasike. Dhe një këngë e saj, e Lola Aleksi Gjoka. Lola Aleksi Gjoka ka qenë një nga personalitetet jashtëzakonisht të njohura në Shqipëri. Ai ka kontribuar shumë si në filharmoninë shqiptare, por edhe në opera dhe në shumë vende të tjera, profesoresh, po ashtu. Dhe është interesante se ajo i takon asaj plejadës muzicientëve ku kanë kontribuar edhe Tefta Tashko Koço, Maria Kraja dhe shumë të tjerë. Po jo vetëm muzika që është interesante në film, po pikërisht me këto zonja fillon edhe emancipimi i femrës shqiptare. Se për më herët, do thotë me Ferexhe kanë ecur femrat në Shqipëri, do thotë këto kanë qenë baza e emancipimit. Dhe unë kisha bërë një reportazh më herët kur u bë xhirimi i kësaj CD-je dhe pastaj më telefonoi vajza e Lolës, Juki Maria Rako, e cila jeton në Milano të Italisë, dhe tha se ka regjisor shumë, tha po unë kam dëshirë që ti ta bësh ta filmin dokumentar për maman time. Dhe unë faktikisht e kam bërë, po ashtu vitin e kaluar ishte edhe 115 vjetori i lindjes së saj. Ai ka lindur në vitin 1910. Po duhet të ceki se në atë kohë njerëzit nuk kanë shkuar në gurbet në Zvicër, në Gjermani, po kanë shkuar do thotë në gurbet apo kanë emigruar në Ukrainë. Atëherë ishte Rusi, po tani është Ukrainë normalisht. Ka shkuar nga Shqipëria në Stamboll dhe nga Stambolli pastaj kanë vazhduar për në Sevastopol. Dhe atje ajo ka studiuar muzikën, po në ndërkohë del një ligj nga do të thotë nga autoritetet e atëhershme se ose duhet të marrësh në shtetësinë e vendit ose duhet ta braktisësh Rusinë. Për arsye patriotike ata kanë braktisur Rusinë dhe janë kthyer prapë në Shqipëri. Dhe atje pastaj fillon ajo do të thotë aktivitetet muzikore. Ç'të thuhet, ne dërguam filmin, e përkthyem në gjuhën angleze dhe dërguam filmin edhe në Albanian Film Festival në Boston. Ne e njohim si Kisha Ortodokse e Fanolit. Dhe atje do të thotë filmi u shpall mori çmime për muzikën më të mirë. U prit shumë mirë dhe kjo na gëzon sigurisht tepër shumë. Shpresojmë se së shpejti do të ketë mundësi edhe masa e gjerë ta shohë filmin, sepse do të thoja shumë pak filma ka shqiptar, filma dokumentar që kanë të bëjnë me muzikën klasike. Në radhë të parë ne kemi një film nga viti 1972, portret të i Tefta Tashko Koços, dhe nuk ka shumë gjëra. Kështu që u bë mirë që do të thotë u plotësua pak më shumë do të thoja biblioteka me filma dokumentar që kanë të bëjnë me muzikën klasike. Por Lola Aleksi Gjoka e ka atë meritën e madhe sepse ajo i ka mbledhur këngët edhe i ka hedhur në pentagram. Se ka pasur shumë vetë që kanë mbledhur këngë, por kjo e ka atë meritën se i ka hedhur në pentagram edhe këngët kanë mbijetuar. Por e keqja ka qenë se për 100 vite askush nuk arriti t'i realizojnë në një CD. Dhe më në fund Feridi Istogu nga Danimarka dhe bashkëshorti i saj Tom Gillesberg arritën të thotë që ta bëjnë këtë CD. Po për momentin e kam përfunduar, jam duke përkthyer edhe një film kemi bërë për Reçak, për masakrën e Reçakut. Më falni. Dhe shpresoj se edhe ky film do të mirëpritet në mediat tona. Po ashtu një e keqe e madhe që ne nuk kemi filma të shumë, për shembull serbët kanë bërë një version të vetin për Reçakun dhe kanë përkthyer në gjuhën angleze. Ndërkaq ne kemi ngecur në këtë pikpamje që nuk është gjë e mirë, kur të merret parasysh se në Kosovë ka shumë televizione dhe kanë mundur të bëjnë shumë punë të mira. Po e keqja duke punuar me filmin dokumentar, ajo që më shumë që ka qenë e dhimbshme për mua, ka qenë fakti se
nga 100 masakrat të tmerrshme, unë si dokumentarist kam arritur vetëm një ta bëj, do thotë që është me të vërtet një fakt shumë i dhimbshëm. Po jo vetëm për mua, për të gjithë regjisorët duhet bëjnë diçka, se nëse ne nuk i dëshmojmë krimin e gjenocidit që e ka bërë ushtria dhe policia serbe, atëherë kush do ta dëshmojë atë? Sigurisht. Dhe për fund një mesazh të shkurtër për të gjithë shqiptarët, qoftë ato që jetojnë brenda apo jashtë vendit, cili do të ishte? Po, unë mendoj që të vinë, këta që janë jashtë të vinë në të top të kënaqen. Para 3 ditëve, gazeta më e madhe britanike The Economist, e njohur në tërë botën, e ka shpallur Kopenhagen përsëri si qyteti më i mirë në botë për të jetuar, por besoni me gjithat metat që mund t'i ketë të tova, për mu prapë më mirë është këtu. Në të top, po. Dhe të Merxhan, mesazhi juaj për në fund, për gjithë shqiptarët? Mesazhi im është që shqiptarët mendojnë flashun për diasporën në Zvicër ka një imazh të mirë, edhe sidomos me thënë janë popull, mendoj që nuk ka ditë që është nuk të ke dhe personalitete, nuk ka ditë shemull ose 2 ditë në mediume, dhe me thënë që nuk del njëri personazh këtu me kulturë ose dhe me thënë me shkencë ose me majstër. Është edhe zvicranët shemon, sidomos zvicranët janë, me thënë, miq, do shta, janë gjithë komitetet janë, po si komitet më i madh që janë, me thënë, shqiptarët e zvicranët janë miq shqiptarëve. Edhe thotë se zvicranët duke përnderu, me thënë, diasporën shqiptarët, thotë ne shqiptarët, ti bezuala diku, tha, 0,2% me thënë brutot ekonomisht janë nga shqiptarët me të gjithë. Uroj, me thënë, edhe ata që do të vinë, me thënë, margjimtarët, me thënë, kalojnë pushimet e këndshme këtu, edhe uroj, me thënë që, sidomos në tarë me ndoshta nuk di, po inshallah, me thënë, edhe një pjesë do të kthehen. Shtu pra me këtë falënderit dhe ju e në fund. Faleminderit shumë që na nderuat, ishte kënaqësi shumë e madhe që ishi pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetet e ditës dhe pjesa e pasdites edhe për sot. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ne bashkë do të shihemi nesër me personalitetet e ri, tema të reja dhe risit e tjera. Deri atëherë, mirupafshim.